Rasti Beqirajt, mua më kujton rastin e Agasit. Ka një pyetje e bukur prandaj. Avokat, a do kemi dhe vetë dorëzim të Gys Agasit pas Ermal Beqirit? Unë besoj që Agasi është spioni i Erdoganit. Dhe roli i tij ka qenë qeverisht Agasi Erdogani? Po. Dhe ka qenë person i atashuar pranë Ramës nga Erdogani për të kontrolluar trafiqet mafioze midis Shqipërisë, Turqisë dhe Perëndimit. Për shkak të modeleve si funksionojnë këto sisteme politike që kontrollojnë mafien, çdo shtet kontrollon mafien e tij. Sepse një shtet që nuk kontrollon mafien e tij krijon një rrezik kombëtar. Turqia ka shumë armiq. Dhe nëse mafia nuk është në duart e shtetit, pra në marrëveshje me shtetin, ajo mund të shërbejë armikut. Në trafik armësh, terrorizmi e shumë tjera. Dhe çdo shtet patriotik kontrollon dhe mafien e vet. Putini për shumë kontrollon mafia ruse. Mafia serbe kontrollon qeverinë serbe, s'është e njëjta gjë. Shteti turk kontrollon mafien turke. Ashtu si dhe CIA kontrollon mafiat e veta. Edhe FBI, edhe antidroga dhe Amerikë, DEA. Kështu funksionon. Mbamën ti Guardi Finance që s'gjen asnjë hektar kanabis në Shqipëri. Kështu funksionon. Mafia dhe shteti janë gjithmonë bashkë. Aty ku janë bashkë, ka probleme. Dhe në kuptimin përkatës, kudo veprimet mafioze kanë qenë të koordinuara që të mos synojnë interesat kombëtare. Është parim. Turqia është rasti më tipik. Agasi, për mua, nuk ka qenë një filmues psikopat i çdo bisede, i çdo akti seksual, i çdo akti komprometues. Agasi ka prodhuar kontentin e duhur për shërbimet turke. Dhe ky kontent që ka prodhuar për shërbimet turke, me 6.000 video e mëndmëti, nuk mund menaxhohej nga mënyra si është menaxhuar. Ai thjesht kishte cloudin. Kyçet që i uploadonte dhe një moment ja gjetën sepse duhet t'i gjenin. Dhe kjo për mua ka qenë që atë e kam shpjeguar, ky është një agent që po përdoret kundër këtyne si shantazh. Edhe për mua, ky si e ka emrin? Beqiri, Ermali. Ky piloti i avionit, Një kështjellës, që s'është e tij, që është e Ramës. që është e Ramës. Shef që të ndjek. Si thos të ndjek. Jo, kushtaj, plankon për ty. Ja fuz vetë po angova për ty. Asi bëj shaka. Shaka do. Dhe koncepti është që ky person kishte zero shanse të kapej në atë mënyrë se u kap. Pse kishte zero shanse të kapej në mënyrë se u kap? Pyetja e parë është, ky person ai ku nga Shqipëria që mos arrestoi? Po jo. Por, Bukur. është skem që Çfarë garancie ka ky kur bredh në për Europë që s'është në kërkim? S'ka si garancia be që s'është në kërkim. Pra, ky edhe mund të jetë kërkim. Nuk po them ai ishte në kërkim as ishte kërkim, atë e diskutojmë pastaj, që këta mas edhe s'kishin vënë kërkim. Dhe duhet ta kishin vënë kërkim, më kupton logjikën. Fakti që Spaku pretendon që 2 muaj para ka marrë informacion për shtjellën, do të ishte në kërkim. A be, ka pas informacion. Tash ky tipi që ka në kërkim. Siç ka kaq idiot që ka bë kurs për aeroplan, për pilot, pas ka avion privat, ky tipi le ka gjurmë digjitale para se të hypin në aeroplan. Se ka një rregull. Kur ti hyp në një avion në Francë dhe je pilot, je detyruar të japësh dhënat. Që reflekton me një sistem, sepse targa e aeroplanit, do të thënë transponderi, menjëherë duhet të jetë në gjithë Francën. Dhe kjo është dhe ndërkombëtar, po marrin Francën. Tash Franca hyn një nga vendet më të sigurta ajrore në Europë. Nuk është si këto të tjerat. Franca është një nga vendet që ka shumë të zhvilluar sovranitetin ajror. Është vetë shteti i tillë, ka ushtrim vete. Dhe në NATO ka pas gjithmonë status dyfisht. Franca është një vend i cili që në kohën e De Gaullit u ndërtua si një sovranitet mbi sovranitetet. Dhe në Francë ka dhe ca ekskluzivitete shërbime sekrete, të cilat vijnë nga historia e hershme e Francës, që përfaqësohen nga një slogan, raison d'état. Raison d'état do thotë për arsye shtetërore. Të vrasim për arsye shtetërore dhe as japim llogari fare askujt. Kur të na teket. Franca ka një ushtri speciale
mercenarësh unike në botë quhet Legioni francez. Dhe kanë ekskluzivitete, privilegje të padëgjuara ndonjëherë. Franca është një shtet krejt tjetër. Tani në Francë ka një siguri ajrore unike dhe një informacion unik. Pra nuk krahasohet as me Gjermaninë, as me Spanjën, madje vetëm me Anglinë mund të krahasohet. Vetëm me Anglinë. Po jo me këta tjerë, këta janë rrëmbythy këta tjerë, gjithë për të. Tani në Francë, në çasti që një aeroplan është në ajër, shfaqet sistem. Po çfarë shfaqet sistem? Shfaqet para se niset avioni që do niset. Dhe pritet që të niset. Targa e tij shfaqet në radar, që është transponderi. Bashkë me targën, menjëherë është shoqëruar dhëna me dhëna digjitale të pilotit. Emër mbi emër etj. Të gjitha këto dhëna, për shkaqe të asaj që quhet lufta kundër terrorizmit nga 2001 këtej, dalin dhe emrat e pilotëve dhe backgroundi i tyre, se të merr aeroplanet të bien mbi qytet ai tjetri. Kupton logjikën. Del ai Al Sahed, që është çufo i fshehur sikur është Al Sahed, që i bie pasaporta poshtë gradaçelave aty. Ka parasysh ato idiotësitë e një meshtatorit. I del emri këtij. Tani ky është në kërkim. Çfarë trapin do ky që bie sy? Pse le gjumë digjitale kë? Ky fare me të hypi makinës se kap njëri. A se merr veçiri që është në Francë apo jo? Po marrim versionin. E dyta, ne nuk e dim se çfarë pasaporte ka ky. Mos ka pasaportë franceze? Këtë se dim apo? Kemi burime për këtë gjë. Ne dim që ka pasaportë shqiptare. Ne nuk e dim çfarë pasaporte tuaj ka. Në dinin time ka pasaportë franceze. Tani ky tipi vën gishtin dhe i del shenja e gishtit, pra kuptim figurativ. Hyp aeroplanit dhe shkon aty ku s'duhet dhe bën që s'duhet. Rastësisht gjitha këto gjëra që me një herë të shfaqet sistemin ajror dhe ti e pesa shpejt e kapi aeroplani ushtarak. U ngrit me herë e kapi. Më fali sekond. U ngrit me herë dhe e kapi kur ky ra 100 metra në lartësi. Tani si ky pikërisht aty ku s'duhet, ke parasysh thesi me domate, kapi vetëm kastravec. U fut ky direkt, e kapën aty, e shoqëruan në aeroplan dhe arrestuan. Një pyetje është dikush të pësh idiot Martin, po më dakord, po ka bëu shumë parë ky idioti. Ka bëu shkollë për pilot ky idioti. Priti sekond tash se kjo puna e pilotit nuk është kaq e thjeshtë. Ky idioti pas ka bëu shkollë për pilot, ka marrë dhe patent për pilot dhe pas ka të drejtë të udhëtojë dhe mbi Francë si pilot. E pse pikërisht në Francë? Edhe pikërisht me shumë parë. Si edhe ai idioti që bëu shumë parë. Edhe që të marrë aeroplan. Nuk ka të vështrimin tim. Çfarë të ngjan të gjithë këtë histori? Atëherë kthehemi në Shqipëri. Para se ti kthej. Në vitin 2021, Shqipëria pretendoi se u godit nga Irani. Dhe i vollën dhëna digjitale. E çfarë na morën ne numrin e brekëve që kemi ne shqiptarët, pa Ramës nuk ja morën. Telefona, adresa, budalliqet tona. Jeta jon u bë lakuriq. Apo jo? Po jo e Ramës. Doli në pasuri kadastrale e Ramës? Jo. Pra sulmi ishte i pavlerë për të bërë dëm pushtetit. I bëte dëm vetëm shqiptarëve, apo jo? Që mund të përdoren dhëna e tyre në formë vulnerabël për çdo gjë. Targa makinash, adresa, dhëna telefoni, etj. Po jo dhëna kadastrale. Shumë e rëndësishme kjo që po them. Do jeti bëjë dëm Shqipërisë, si iranian. Godit dhëna kadastrale të diskretohet sistemi politik, klasa politike dhe ke kryer punë kundër Shqipërisë, apo jo? Erxove qeverinë. Se do merresh të gjithë shqiptarët vesh, ku i kanë vjedhë, si kanë vjedhë, do shohin që pronat nuk i kanë, kujtoj se i kanë. Më kupton logjikën.